Pensionistët do të marrin një bonus më të lartë këtë fundvit. Përmes një akti normativ, qeveria ka ndryshuar buxhetin e shtetit, ku fondi dedikuar për bonusin e fundvitit do të jetë 5.9 miliard lekë apo 59 milion euro. Referuar relacionet, ky ndryshim bëhet nisur nga realizimi i pritshëm i kontributave për vitin 2025, të cilat rezultojnë me tejkalim si dhe me qëllim përmirësimin e nivelit të plotësimit të nevojave të pensionistëve dhe adresimin e problematikave ekonomike me të cilat kjo kategori e shoqërisë përballet. Shpërblimi i fundvitit për 756.000 individ, i cili në vimësi ka shënuar si rritje të frekuencës, si dhe një trend rritës të masës së përfitimit, ka gjithmonë në fokus përmirësimin e nivelit të plotësimit të nevojave të kësaj kategorie. Nga ana tjetër, shpenzimet kapitale me financim të brendshëm shtohen me 7.97 miliard lekë, nga të cilat rreth 6 miliard lekë shkojnë si shtesë për avancimin e projekteve të ndryshme të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Konkretisht 2.4 miliard lekë në transportin rrugor për projekte me performancë të mirë, për të cilat avancohet financimi nga viti 2026, duke krijuar hapësirë në atë vit për projekte të reja, si ndërtim rruga lidhëse Tiranë-Elbasan me korridorin e 8, arredim rikualifikim urban superstrada Tiranë-Durrës, faza e parë dhe e tretë, ndërtim rruga Kashar-Nyja-Vaçar, faza e tretë, spostimi i linjave të tensionit të lartë në aksin korridorit 8. Në programin e transportit ajror, 3 miliard lekë do të shkojnë për mbështetjen e Alp Kontrollit, në formën e transfertës kapitale për shkak të vështirësive të funksionimit pas bllokimit të llogarive. Në programin mbështetje për energjinë, 203 milion lekë shkojnë për mbylljen e detyrimeve të disa institucioneve. Në programin e transportit hekurudhor, 364 milion lekë për vitin 2025, për zbatimin e projektit të linjës hekurudhore terminali transportit publik, stacioni i trenit Tiranë 4 km, si zgjatimi i linjës Durrës-Tiranë me vlerë totale 1.8 miliard lekë. Në programe të tjera rreth 50 milion lekë për programin mbështetje për industrinë dhe mbështetje për burimet natyrore. Ndryshimet në buxhet janë bërë si rrjedhimi i ndryshimeve në kabinetin qeveritar me qëllim rialokimin e fondeve për institucione që kanë qenë të pambuluara, si dhe performancës së mirë të ardhurave në 9 mujor.